Shejtani qan kur ne bëjmë sejdë. Çdo herë kur njeriu bën sejdën e tilave, sejdën e cila bëhet me rastin e leximit të ajetit në të cilin përmendet sejdja, shejtani tronditet. Ebu Hurajra radiallahu anhu transmeton se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: kur njeriu lexon ndonjërin nga ajetet në të cilin përmendet sejdja dhe ai e bën sejdën, shejtani të riqet më njan, fillon të qajë dhe thotë: I miri unë, a i urdhërua të bëj sejdë dhe e bëri atë, andaj xheneti është i tij. Mua më që urdhëruar që të bëj sejdë, kurse unë refuzova, andaj për mua është xhehenemi. Ja pra, ky është shejtani, i cili me të gjitha forcat i fton njerëzit në rrugë të gabuar dhe i cili do të jetë shkak që shumë njerëz do të shkojnë në xhehenem. Tani po e shohim të dobët dhe duke qartë për shkak të sejdës së bërë, sejdës së leximit e tilave. O musliman, sa më shumë që bëni sejdë e tilave, aq më tepër kontribuoni për shqetësimin dhe shkatrimin e shejtanit. Në vazhdim të përcjellim një tregim. Një njeri zgjohet herët nga gjumi për të falur namazin e sabahut në xhami, i vesh rrobat, merr abdes dhe niset për në xhami. Në mes të rrugës për në xhami, e cila ishte pa ndriçuar, rrëzohet edhe i përlyen rrobat. Për këtë shkak kthehet në shtëpi, i ndërron rrobat, e përsërit abdesin dhe niset përsëri për në xhami. Mirë po edhe herën e dytë në të njëjtin vend rrëzohet, vendos që prapë të kthehet në shtëpi dhe vepron të njëjtin veprim. Pra kthehet në shtëpi, merr abdes dhe i ndërron rrobat dhe niset për në xhami për namazin e sabahut. Të herë kur vjen në të njëjtin vend, e takon një person i cili po e priste me një dritë fener në dorë dhe ky e pyeti: "Kush je ti?" Ai i përgjigjet: "Të kam parë që 2 herë po rrëzohesh këtu, prandaj erdha tani që ta ndriçoj rrugën për në xhami." I ndriçon rrugën deri tek dera e xhamisë dhe para se të hyjë në xhami i thot njeriu që është rrëzuar: "E ja në xhami të falemi." Por ai refuzon, megjithse ja përsëriste disa herë, duke i thënë ja të falemi, por ai refuzon kategorikisht për të hyrë dhe për ta falur namazin. Njeriu e pyet: "Po pse nuk dëshiron të falesh?" Atëherë ai thot: "Unë jam shejtani. Unë të kam rrëzuar herën e parë që të kthehesh në shtëpi e të mos falesh në xhami, por ti u ktheve. Herën e parë kur u ktheve në shtëpi dhe morë abdes që të shkosh në xhami, ta falësh namazin, Allahu t'i fali ty mëkatet. Pastaj kur të rrëzova herën e dytë dhe ti u ktheve në shtëpi që të marrësh abdes e të shkosh ta falësh namazin, Allahu ja fali mëkatet familjes tënde. Kështu që në herën e tretë unë u friksova që nëse të rrëzoj, Allahu do t'ja falë mëkatet tërë fshatit tënd. Andaj, mos të lejojmë që shejtani të na mashtrojë."